Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju momente të ndjera. Sot janë Krishtlindjet, është nata e Krishtlindjeve, data 24 dhjetor dhe unë shpreh kënaqësinë më të madhe për t'ju uruar të gjithë besimtarëve katolik gëzuar Krishtlindjet, patshi Krishtlindje të mbara, qoftë një vit i mbar për ju dhe Zoti ju bekoft dhe ju realizoft të gjitha ëndrat. Por këto Krishtlindje nuk është se janë gëzim për të gjithë, në disa familje shqiptare dhe pikërisht në një familje shqiptare janë gëzim, por janë edhe lot. Luizelli na ka treguar me qëndrimin e tij në Big Brother se më datën 24 dhjetor, pikërisht në natën e Krishtlindjeve, ka humbur babain e tij, një lidhje jashtëzakonisht e bukur, një dashuri shumë e madhe e një babait ndaj djalit të tij, ndaj të birit të tij, një respekt jashtëzakonisht i madh, një kënaqësi e madhe, e ka bërë që Luizelli ta kujton gjithmonë me nostalgji, ashtu siç në fakt të gjithë i kujtojnë baballarët tanë. Derisa i kemi, ndoshta edhe nuk ua dim shumë vlerën sepse dinamika e punës, jeta, stresi, lodhjet na bëjnë që të mos jemi shumë të fokusuar. Por në momentin që ato na ikin, ne i kujtojmë me shumë nostalgji dhe i kërkojmë çdo ditë. Sot është data 24 dhjetor. Një natë me shumë peshë edhe në zemrën time, thot Luizelli. 5 vite pa babin, mungesa e tij nuk plaket kur. Në çdo dritë Krishtlindjesh më mungon zëri i tij. 3 vite me Kiarën, një takim që erdhi kur isha i thyer dhe u bë shpëtim i heshtur. Solli në jetë lunën, një dritë e vogël që më poshtë çdo dhimbje. Ti e arsyeja pse shpresa nuk shuhet. Edhe hyrja ime në atë format, një derë që ndryshoi jetën time, më riti, më provoi dhe më rindërtoi. Sonte kam lot, kam dashni, kam kujtime dhe falënderim. Nuk po festoj, po ndjej. Gëzuar Krishtlindjet për ata që janë me ne dhe për ata që jetojnë për gjithmonë në zemrat tona. Në fakt, ky është urimi i ndjerë që Luizi ka përzgjedhur që ta bën pikërisht në natën e Krishtlindjeve. Ai ka shprehur falënderimin e tij edhe ndaj formatit në të cilin Luizi ka shpreh gjithë talentin. Ka dhuruar emocionet shpirtërore dhe na ka bërë që ne në fakt ta ndjekim sa më shumë këtë Big Brother. Luizi ka falendëruar edhe Kiarën, do me thënë edhe pse pati një bum të madh nga fjalët të cilat u thanë për Luizin, për Kiarën, pasi Luizi foli, Luizi ka falendëruar. Unë dua ta falenderoj Luizin sinqerisht për të gjithë atë atmosferë që na e ka dhuruar, një atmosferë e bukur që e ndjek edhe 2 vite pas, për dashurinë e madhe, për energjinë e bukur, për pozitivitetin, për gjithçka të bukur në fakt që ai ditë na dhuroi dhe na dhuron. Unë i lutem që të jetë gjithmonë pranë nesh me energjinë e bukur që e karakterizon dhe me pozitivitetin. Luizi është i veçantë, shumë i veçantë në veçantinë e tij dhe gjithmonë na bën të ndjehemi të lumtur dhe na bën që ne ta duam, ta mbështesim dhe të duartrokasim sukseset që vetëm Luizelli di t'i dhuroj. Ky është Luizion, kjo është familja Illi, që sonte do të feston me zonjën Anxhelin, që ka ardhur pikërisht në ditën e Krishtlindjeve, të feston me Kiarën dhe me gjithçka të bukur. Unë ju uroj nga zemra, festofshi dhe ju lutem ndani momentet bukura që të kënaqemi edhe ne me ju.